Para 2 vjetëve kum pas, jo një botim, kum pas shumë botime, kum fol në lidhje me hanën, dhe ajo që ndodhi në lindjen e mesme mes Hamasit dhe Izraelit, ka pas me ndodhë në Kosovë. Unë e kum dhonë atë lajmë, i kini vidat krejt atje i shehni. Unë e kum dhonë atë lajmë i pari, kam shumë lajme me dhonë. Unë e respektoj si cilin gazetar që e ban punën e vetë. Sot u arrestu Fatmir Shoholli, unë kum thonë për Fatmir Shohollin se nuk ju ka shit puna e sekserit të kryeministri i Kosovës Albin. Dhe sot mora një telefonat për më largu videon prej YouTube-it për shkak i thojnë strajk. Tani ajo video mund të shikoni ju, është në YouTube, po vetëm për members. Dhe atë janë 3 kategori. Do të me pagu me pa. Vjen shumë keq, po mi i ka saj. Unë askendi nuk e detyroj me shku të puna e keq. Unë jam shumë profesionist dhe priftit Nikola Gjufka i këmë thonë. Unë respektoj nënshkrimin e kryeministrit shtetit Kosovës. Kështu i këmë thonë. Ne jemi shërbim kryeministrit Kosovës. Sa ajo është nënshkrimi i Kosovës. Po nënshkrimi është pranimi për mbajtjes. Se s'ka kuptim tjetër. Dhe ky nënshkrim nuk mund t'jetë mbi pjesën, po mbi tërësinë.